në një lagje të Stambollit, dashur vëllezër, do të kishte një ta shpejt ka ndohet, edhe ai që i ka ndohet ngjarje tregon në televizor. Një pjanec i kategorisë parë, të rëndë, pjanec kronik, vazhdimisht ka bërë ragi, me 2-3 shokë, por ti shumë, i smunë, tamam kronik, që ka pas nevojë për rehabilitim. Edhe për inate, dini ku ka bërë ragi? Në borë xhamisë. Xhamia o borë ka pas edhe të tregon taj një teqi mande, aty në mes. Namin e Hizetit i shkeklat imamin e saj xhami. Moshe imami. Ai vazhdimisht i ka paraqit polici, i ka qërtu normal imami që pun ka, kujdeset për xhami. To nuk janë kripur hiç 3 vjeç. Dham për dham me njëri me tjetrin. Dhune shkakton dhune, ashtu. Inati shkakton inat. Sjellje keqe, reflekton sjellje të keqe dhe kanë tjetër. 3 vjet rresht. Sa herë që i ka qërtu ki imami, këto i ka shtu shishit e raki i salamës. A më në borë xhamis? Mbas 3 vite me një natë, i shdelë shumë i që të regon të ngjarjen, edhe ishte shtrej e shtu. Mbas në malë gjatësis, vjen një njëri dhe më zgjoj nga ju dehe, dhe më zgjoj nga gjumi, me një pjatë ndohë, pjatë meze për raki. Të pi hala më shumë. Edhe ja afrotët, mere shkët, pjatë. Edhe kitët, kush jeti? Thët unë jam imam i ri këse xhami. Imam i ri për s'ka të xhami. I ka pru pjatë. A është haram, me ne edhe imamin e që një gjufër me. Si mund t'i qush pjanecit meze. Edhe kjo abitët, që ti në imam? Imam ti jam vje meze për raki. I thët, o vla, shkoni sa bukur shprejt imam i ri. Qëto kush i ka dertet e vetë. Edhe ti ke një dert që pinë. Edhe ti ke një dert që pinë. Ti të, ku mi din ki dertet e mi. Prej ati momenti, të regonte drejt, live, prej ati momenti fillova të mendoj se si të bratisi raki. Edhe i thash ati imamit, a mund të ndimoni se unë dua, por jam i smur kronik me raki. Imamit çfarë bën, një sjellje halamat marrë, një ditë gjumaj, organizohen mbledhen pare, për spitan të qojnë të rehabilitojnë nga rakia, nga alkohol. 2-3 javë, po 4 javë, sa zgjatë rehabilitimi në spital, e braktis komplet alkoholin. Me imamin e parë së me braktis të alkoholin, i shton të burët e rakis. Me imamin e ditë, me butësi, me utësi, me menqëri, dashur vëllezër. Shërohat komplet nga alkoholi, fillon një biznes të vogël, andaj bëhet zengin Stamboll mundësi që janë shumë të mbaje për biznese. Çfarë bën? Hapën qendër, 10 qendra rehabilitimi pa pare, do të thonë gjithë që kanë pas problem me rakin, kanë ardhur janë shëruar në qendrat e tij, sot e kësaj dite. Shërohen pa pare në qendër spitalore ku ka hapur ti. Ish alkoolisti. Allahu na uzot të gjithë ja Rabbul Alamin. Islami është i butë e kërkon butësi. Islami është i urtë e kërkon butësi. Islami është i bukur e kërkon bukurim. Allahu na pajisë me gjithë ato si ja Rabbul Alamin.